Studentët shqiptar në Maqedoni të Veriut kanë filluar përgatitjen për protestë. Këto po e bëjnë për të kërkuar të drejtën e tyre për mbajtjen e provimit të jurisprudencës edhe në gjuhën shqipe. Organizatori Mevlana Demi thotë se në vazhdimsi po mbahen takime me studentët anë mban universiteteve shqiptare në Maqedoni të Veriut dhe se përkraja që po marrin është bukur e mirë. Po tani pas një muaj pritje dhe asnjë veprimi konkret nga ana e atyre që na premtuan që do ndërmarrin masa. Kemi filluar në mobilizimin e studentëve, takimi i parë mbajt me studentët të universiteteve të ndryshme në Universitetin Nën Tereza dhe tani do fillojmë edhe me takime në universitetet tjera shqiptare, për të mobilizuar jo vetëm studentët e drejtësisë, po edhe studentët nga drejtime tjera. Përkraja ka qenë shumë e madhe në sa kemi parë deri tani, jo vetëm nga studentët, por edhe nga profesorët, edhe nga njerëz të njohur në publikun tonë. Ademi bën të ditur se protestat nuk do të ndalen deri kur të plotësohet kërkesa e tyre që sipas tij është e thjeshtë dhe e garantuar me ligj. Derisa nuk plotësohet kërkesa jon, siç e kam thënë më herët, nëse për ministrin e drejtësisë kjo çështje ka përfunduar, të cilën edhe një herë kërkoj të reflektoj, por ne kjo do përfundojë në momentin kur provimi i jurisprudencës do mundsohet edhe në gjuhën shqipe. Për këtë arsye do jemi në rrugë derisa të plotësohet kërkesa. Edhe një herë do shfrytëzoj momentin të ftoj të gjithë kolegët tanë nga fakultetet të ndryshme, të gjithë eksponentët politik, të gjithë njerëzit civil të shoqërisë tonë civile, të bashkohen protestës dhe ta bëjmë sa më të madhe. Kjo nuk është vetëm protestë jona, por protestë për të ardhmen e këtij vendit. Mbi 300 studentë shqiptar të juridikut nënshkruan peticion me çka kërkuan që të mundsohet provimi i jurisprudencës edhe në gjuhën shqipe, por kërkesa e tyre hasi në vesh të shurdhër. Më i zëshmi kundër kësaj kërkese ka qenë ministri i drejtësisë Igor Filkov, i cili kategorikisht është kundër, madje thotë se provimi i jurisprudencës duhet të shfrytëzohet edhe për njohuritë të gjuhës maqedonase. Kundër këtyre deklaratave kanë reaguar të gjitha partitë politike shqiptare, por edhe vetë ambasadori i Shqipërisë në Maqedoni të Veriut, Denion Mejdani. Kujtojmë se vetë kryeministri Hristijan Mickovski tha se ligji e lejon që provimi i jurisprudencës të mbahet në gjuhën shqipe për të demantuar veten vetëm një ditë më pas, duke thënë se për këtë gjë duhet ligj i ri. Gjithashtu, ambasadori i BE-s në Shkup Mihail Rokas ditë më parë i tha TVK-s se ky problem nuk duhet të politizohet, por që të gjindet zgjidhje.